Falëndërimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahut fuqiplot. Atë e falënderojmë dhe vetëm nga i falë dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe mëshira qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të sinqertë dhe mbi të gjithë muslimanët që do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të ndershëm vëllezër, fillimisht por hajru qoftë të gjithëve Fitr Bajram. Para se të filloj me hutbë, desha një falënderim të posaçëm për të dy vëllezërit tanë, Hafiz Adem Ramadanin dhe vllaun tonë Neshatin, që secillën xhumë për na thrasin e zanin e brenda Ramazanit na kanë thirrë zanin e na kanë kënaqur gjatë muajit dhe vazhdojnë me punën e tyre dhe atë fi sebilillahi azza wa jall. Zoti shpërbleft. Të ndershëm vëllezër, Allahu në Kur'an thot: Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. O që jeni besuar, keni frikë ose frikë respekt dhe Allah subhanahu wa taala. Edhe mos vdisni përpos se të devotshëm. Të ndershëm vëllezër, devotshmëria nuk ka kuptim në fenë tonë dhe në jetën tonë. Devotshmëria nuk është me natë dhe me ditë. Devotshmërinë do ta kemi gjatë tërë jetës sonë. Allahu na mundsoft. Në qoftë duam të jemi ato që duhet me qenë, ne nuk e lidhim jetën tonë dhe obligimet tona ndaj Zotit vetëm me një muaj, apo vetëm me një natë, apo vetëm me një ditë. Por ato i vazhdojmë, sepse vazhdimësia e veprave është atë që Allahu e donë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha. Punët dhe veprat më të mira të Allahu subhanahu wa taala janë ata që janë të vazhdueshme. Të ndershëm vëllezër, a ka mundësi pas sakrificës tonë që e kemi bën gjatë këtij muaji, 29 ditë dhe 29 net, duke lexuar Kur'an, e duke fal namazin me xhamat, e duke agjeru, e duke dhënë sadaka, duke dhënë zeqat e fitr. E pastaj, a ka mundësi mi shku menja dikujt me prish këtë rend, edhe mu kthin gjuna, me prish këtë rend, edhe mos më qenë nivel të moralit, mos me prish këtë rend, edhe mos më qenë nivel të leximit Kur'anit. Allahu na udhëzoft dhe na përforcoft, sepse udhëzimi për ditë dallon. Gjendja janë faktike e imanit dhe lidhjes me Zotit asnjë ditë nuk e njësoj. Jo rastësisht imani shtohet dhe paksohet. Shtohet me vepra të mira, ndërsa paksohet me vepra të liga. Të ndershëm vëllezër, ta ruajmë vlerën e fitores shpirtërore që kemi bën këtë muaj. Ne shumë kemi fitu. Atë thesin që i shprazët fillim të Ramazanit kemi mbush. E ta hapim një thes tjetër, ta mbushim edhe me vepra të mira dhe pas këtij muaji. Duke i agjeru 6 ditët e muajit Shawwal. Sot është data 1 i muajit Shawwal, muaji 10 i kalendarit hijri. Mirë po sot të ndershëm vëllezër, edhe me dash me agjeru është haram. Nuk lejohet ditën e Bajramit me agjeru. Po prej nesër, ata që duan mund të vazhdojnë 6 ditë të agjerojnë. Sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili agjeron tër muajin Ramazan e pastaj vazhdon edhe 6 ditë muajit Shawwal, Allahu subhanahu wa taala fal mëkatet. Të ndershëm vëllezër, ne jo që jemi pa mëkate, inshallah asnjë pikë zezë nuk e ka askund. Mirë po jemi njerëz, e mundësit i kemi të gabojmë, e Allahu në ka dhonë mundësi tjera, që secillën herë që mund të gabojmë, të shtim dhe të na falë Zoti subhanahu wa taala mëkatet. Të ndershëm vëllezër, këto 6 ditë nuk është patjetër me agjeru me rend, mundi brenda muajit, 29 ditë keni kohë, kush mundet e ban sevapin për vete, ai që nuk mundet nuk prish punë. Domethënë jam duke folë për një adhurim dhe ibadet sunnet i pejgamberit sa nuk është farz dhe nuk është obligim.
Ai që ka mundësi, ja agjeron 6 ditë e Shawwal. Ai që nuk ka mundësi, Allahu na falë dhe na mëshiroft. Të ndërshëm vëllezër, por në fund, falni njëri tjetrin, jepni dorë njëri tjetrit, mos mbani hasmëri dhe mos mbani hidhnim me njëri tjetrin, edhe ruani lidhjet familjare. Sepse sa do që mundohemi me jetu vetë, as kush nuk mundet këtë botë me jetu vetë. Pa tjetër me pas një shok, pa tjetër me pas një farefis. E ne i kemi, Zoti në ka bon të mundshme t'i kemi. E pse t'i humbim kur i kemi? Duhet më bon turt, duhet më bon durimtar, sepse me durim as kënd nuk e humb. E nëse e humb durimin, as kush nuk rri, as me ti, as me mu. Inshallah Allahu na udhëzon e të gjithëve së bashku në xhennet na çon. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum min adh-dhikril hakim. Wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائد المؤمنين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.